Poetja dhe shkrimtarja Mimoza Ahmeti I ka bërë një kërkesë të pazakontë nga ferma VIP kryeministrit Edi Rama. E rrezikuar të humbas sfidën për mbledhjen e lepujve në fermë, ajo I ka bërë thirrje Ramës që ta ndihmojë për kapjen e tyre përmes satelitëve Albania 1 dhe Albania 2. Ajo thotë se nëse satelitët punojnë, të lokalizojnë dhe kapin lepujt e saj. Ej, kryeministër, a punon sateliti me I gjeti qik lepujt e mi? Se vdiqja nuk po marr plus, jam minus. Lësho pak satelitin t'i kapin paf, zonën, kuadratoje, fap. I them Edit unë, tani mi gjen Edi në vend. Gjejo vlla gjej, ti çfarë nuk gjen? Te këto tokat e zanuna kapi fap, izoloj aty se jam me minus, u shpreh ajo. Por kërkesa e pazakonte Mozës nuk ka qenë vetëm kjo, pasi ajo ka kërkuar edhe 7 certifikata identiteti për lepujt nga sistemi I Albania. Ej, po me I Albania, I gjejun këto identitetet e këtyre? Me I Albania, do shohun fap. Dua 7 certifikata lepujsh me I Albania, ju lutem punon sistemi? Punoka. O sa mirë, se një ditë kur erdha nuk punonte. 7 certifikata lepujsh dua unë, ti gjej identitetin, se po kërkoj me identitet të panjohur, tha fermerja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.